zona po ke bërë pak. Tjetër, dhe unë kam Se ndjevet nevojshme ti që të do të thej që unë kam qenë moshë 22 vjeçare kur kam bërë ndërhyrjen time të parë estetike, që mund të themi ka të bëjë me hundën. E bëre për estetik apo e bëre për se ka ca njerëz që thonë unë e bëja se nuk merja dot frymë. tani nuk e njeh. Sinqert dhe pa filtra, pasi mendoj që sinqeriteti është gjithmonë i bukur. Unë e kam bërë në atë moshë më shumë për arsye estetike, pavarësisht që kisha dhe probleme me frymarrjen. Por sot, unë kur kthej kokën pas, në këtë moshë, nëse do e bëja një ndërhyrje, do e bëja vetëm nëse do kisha vërtet një problem shëndetësor ose vërtet një defekt shumë të madh në fytyrë që të më rregullonte dhe të më bënte të ndjehesha më mirë. Unë personalisht jam pro ndërhyrjeve estetike, por jam pro vetëm kur ato vijnë nga dëshira e brendshme, jo nga presioni i rrjeteve sociale, dhe më vjen realisht shumë keq, por është realitet që shumë vajza të showbizit mendoj që bëjnë ndërhyrje estetike. Dhe ky nuk është problemi. Mendoj që problemi kryesor qëndron te fakti që ato nuk i pranojnë edhe kur këto ndërhyrje estetike janë më se të dukshme.